Dilli. Ja finalon door Juve krijgt ama ju skili boku Dan me marrë qafë. Dan me marrë qafë këtë po pasha zë. Ama këtë ran Juve që të dëmëjon. Ma kukot kështet e këtë qëtë që e mon drejtësi. Ma kukot. Drejtësi e mas po. Ma kukot. E kam ronë vjerin me 4 pluma edhe dhe në me 6 pluma. Ka pravu më të ponje. Gjukata Milion Mitrovic, Departamenti për Krimet Rënda, sot datë 25 maj 2026, në përbërje të trupit gjykus të njëjtë, sikur se në seancët e shëtimit dyqësor, në çështjen penale ndaj akuzuar të Bjan Devrani, i akuzuar për 2 vepra penale, vrasje e rënd, nga nende 173, paragrafin 1 dhe paragrafin 1.5, Kodit Penal të Republikës Kosovës, si dhe vepra penale mbajtje e pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, nga nende 366 parë KPRK-s, i akuzuar sipas aktakuzës së prokurisë Milion Mitrovic, Departamenti për Krimet Rënda, e datës 28/8/2025, pas mbajtjes së shëtimit dyqësor, trupi gjykus, duke kujdesur sipas detyrës zyrtare, ka bërë rikualifikimin e veprës penale sipas pikës 1 të aktakuzës, ashtu që nga vepra penale vrasje e rënd, nga nende 173 parë 1 në parë 1.5, ka rikualifikuar në veprën penale të vrasjes nga nende 172 të KPRK-s. Për të arsye, në emër të popullit, telefonat me vremet e laukat. Në emër të popullit, kundër të akuzuarit Bjan Devrani, kjo gjykat për veprën penale vrasje nga nende 172, shqipton dënim me burgim në pozgjate prej 16 vite, ndërsa për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, dënim me burgim pozgjate prej 2 vite. Ashtu që në kuptim në 76 KPRK-s, Kodit Penal të Republikës Kosovës, shqipton dënim onek në pozgjate prej 17 vite, i cili dënim ekzekutohet pasi vendimit që bëhet i formës fred. Të pandjerë Bjan Devrani me vendim veçantë i është vazhduar masa e parapërgjimit deri në plot fuqishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më shumë se sa dënimi i shtuar. Në kuptim të nenit 366, paragrafi 3, lidhur me nenin 276, konfiskohet arma e tipit zorake me dhëna, si në shkresat e lëndës, si dhe karikatore dhe gjitha gëzhoja dhe fisheket që janë gjetur aty, të njëjtat do të shkatërrohen pasi vendimit bëhet i formës fred. Obligohet i akuzuar i Bjan Devrani që të paguajë shpenzimet e procedurës penale, ato të IPFK-s 370 euro, në emër përfaqësimit të IML-s, ekspertit privilegjuar, shitjen 3. Nuk është fjala, gjykatës. Hajde dilli. Ja finalon door Juve krijgt ama ju skili boku Dan me marrë qafë. Dan me marrë qafë këtë po pasha zë. Ama këtë ran Juve që të dëmëjon. Ma kukot kështet e këtë qëtë që e mon drejtësi. Ma kukot. Drejtësi e mas po. Ma kukot. E kam ronë vjerin me 4 pluma edhe dhe në me 6 pluma. Ka pravu më të ponje. Nuk i avukat, Të marrë zotin. Të marrë zotin fyren. Kucash. Ti